koncert merr një domethënie të veçantë sepse hapet me një koncert recital nga Uresa Fusha, fituese e çmimit të garës së kaluar, e cila është një artiste e re me perspektivë të ndritur dhe përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj muzikës. Uresa është shembull më i mirë i asaj që kjo garë synon të përkrah, talent të pastër, punë të palodhur dhe dashuri për artin. Koncerti i saj sot nuk është vetëm shpërblim për suksesin, por edhe frymëzim për të gjithë garuesit e këtij viti që do të ndjekin ëndrat e tyre përmes performancës në interpretim. Në emrin tim si organizatore dhe të gjithë atyre që kontribuan në realizimin e këtij aktiviteti, ju falenderoj për praninë tuaj dhe ju uroj një koncert të bukur artistik, si dhe shumë suksese të gjithë pjesëmarrësve që do të jenë në garën e ardhshme. Le të filloj muzika dhe le të frymëzohemi bashkë. Ky koncert është si rezultat i garës së vitit kaluar, i cili është mbajtur për seksionin e pianos. Vitin e kaluar janë shpërndarë edhe çmime të ndryshme nga vendi i tretë, i dytë dhe i parë, ndërsa ata të cilët kanë qenë me 100 pikë janë shpërblyer edhe me çmime të ndryshme si recitale dhe koncerte. Një prej tyre ka qenë edhe ky recital, i cili është për nder të ditës së shkollës Tefta Tashko, dhe tash është këtë çmim e ka fituar Uresa Fusha. Sigurisht që kjo është një fillim i diçka që vazhdim i diçka që ka filluar nga viti i kaluar, ku njëkohësisht edhe është bërë edhe hapja e garës, e cila tash me një emër të ri, Mitrovica Classical Competition. Arsyeja pse ka ndrua emri është se kemi dashur me zgjeru edhe më shumë jo vetëm me piano, por ka edhe violinë, solokëndim dhe solfeggjo. Pjesëmarrja bëhet me vetë dëshirë dhe me aplikim. Vitin e kaluar, edhe pse e kemi fillu kështu s'kemi pas shumë kohë prej datës kur ka qenë gara, kur e kemi lajmëru, por ka qenë numri diku rreth 60 nxënësa nga gjithë Kosova. Ka pas nga Prizreni, Gjakova, Ferizaji, Prishtina, Mitrovica. Po shpresoj që prap edhe këtë vit, veç kanë fillu aplikimet, edhe prap kemi
aplikime të ndryshme prej shkollave të ndryshme të muzikës, si prej Prizreni, Gjakov, Ferizaj, Gjilan, Prishtinë, Mitrovic. Do të mbahet me 2 qershor, do të filloj me violin, gara për seksionin e violinës, pastaj do të vazhdoj me solfeggio prap, data 2, ndërsa datën 3 qershor do të mbahet disiplina e këndimit, datën 4 do të mbahet disiplina pianos, dhe në datën 5 do të mbahet një koncert, i cili do të mbledh të gjithë nxënësit të cilët kanë mbledhur 100 pikë, i cili është, domethënë, pikë më të larta brenda kësaj gare, dhe aty do të shpërblihen prap me çmime të ndryshme, ku kemi bërë disa bashkëpunime. E veçanta e kësaj gare është se kemi vetëm 2 pika muzikore të cilat do të luajnë, dhe gara do të jetë mes klasëve, do të thonë sipas klasëve të cilët gjenden në shkollën e muzikë apo shkolla të muzikës private, sepse edhe ato e kanë të njëjtin standard. Uresa Fusha, klasa 3, ka koncertu këtu për arsye që vitin e kaluar ka fituar një çmim absolut në garën Tefta Tashko, që është mbajt vitin e kaluar. Dhe jemi shumë të kënaqur me bashkëpunimin me Sarandën, është gjithmonë kënaqësi me bashkëpunu me Sarandën. Koncerti shkoi shumë mirë, u kënaqëm krejt, ishit edhe ju dëshmitar, faleminderit shumë që ishit me përcjell këtë ngjarje të rëndësishme. Isha pak e friksuar, po jo shumë. Do të thënë ke pas pak emocione. Po. Por që pianon e ke qa, apo jo? Po. Sepse ishte një koncert shumë i mirë. Uresa, apo më tregon, do të thënë ky është koncerti yt i parë recital, apo jo? Po. Si ishin përgatitjet atë shumë kohë? Po, në 2 muaj ose më shumë, unë ushtroj 2 orë në dita, pra ndaj jam kaq i mirë. Do të thënë, kuj do t'i falenderohesh sot për gjithë këtë rezultat që e ke ndërtuar? Mësuesen. Mësuesen, apo më tregon çfarë raporti ke me mësuesen? Shumë të mira dhe gjithmonë ushtrojmë bashkë dhe më mëson shumë gjëra të ndryshme. A ka diçka që Uresa nuk e dëgjon mësuesen gjatë provave? Jo, Uresa është shumë e përkushtume edhe është shumë e veçantë se është kohë ndryshe tash, edhe është problem, ka shumë fëmijë talentuar, absolutisht, po problemi me ulje dhe me ushtru 2 orë në ditë, 3 orë në ditë sa ushtron Uresa, është goxha problem. Disiplina është mbi të gjitha, edhe Uresa është shumë e dëgjueshme në raport me prind gjithmonë. Raporti me prind është shumë i rëndësishëm, mandej vjen puna, është ky farë treshja që funksionojnë gjithmonë bashkë, po Uresa është shumë e përkushtume. Uresa ka qef me lut piano, thon kohën, është